Rikthehemi në studio, në pjesën e fundit do të flasim për sport, do të flasim konkretisht për kombëtaren shqiptare, vim pas dy ndeshjeve me Anglinë dhe Andorën, ndeshje fundit një fitore për ekipin ton. Komentojmë në Skype, do të më bashko drejt për drejt gazetari sportiv Tami Kona. Zoti Kona, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Një fitore me një ekip modest, le ta themi, por rëndësi për ne sigurisht që janë pikët. Kombëtarja që nisë realisht botërorin tani, çfarë mund të themi? Shiko, ndeshjet eliminatore të kampionatit botëror sigurisht për kombëtarin ton kanë filluar me një ndeshje të vështirë, do thoya unë, siç ishte ajo ndeshje të Londrës, ku sigurisht që shorti na vuri përballë një nga 5-6 kombëtarët më të forta të kontinentit. Dhe normalisht pritshmëritë e kombëtares tonë sigurisht që ndoshta mbase kanë qenë edhe më të mëdha për sa i përket, sepse humbja sido që të jetë është humbje, dhe pavarësisht se bëhet nga një ekip shumë të fortë i cili futet si pretendent grupi dhe për të shkuar dhe më tej, Anglia dihet që përveç se kërkon që të jetë e para në grup, ajo kërkon që edhe në evenimente evropiane dhe botërore sigurisht që është një kombëtare e cila synon të shkojë deri në finale, edhe pse jo për ta fituar atë. Por të them të drejtën, përveç asaj atij rezultati do thoja unë deri diku 2-0, ku po të mendojmë që po të shikojmë që në para 4 vitesh, po në të njëjtin grup kemi pasur Anglinë dhe jemi mundur një rezultat shumë të thellë brenda pjesës parë, brenda 45 minutave të pjesës parë, me një rezultat të thellë 5-0. Kjo ndoshta e bënte këtë ndeshjen e Londrës, e bënte disi që ekipi kombëtar kërkonte që të merrte një rezultat pozitiv. Flas për pritshmëritë, sepse tashmë ka ikur ajo kohë kur ekipi kombëtar i Shqipërisë futeshe në lojë ose kur mbaronte një ndeshje dhe humbja ishte me rezultat qoftë edhe kur ishte 1-0 apo 2-0 dhe më tepër, sigurisht ne thonin që shiko, sot bëm një humbje dinjitoze. Pritshmëritë dhe performanca e ekipit kombëtar tashmë nuk është më në këto nivele. Ekipi kombëtar sigurisht që kërkon të shkojë në një eveniment të madh siç është kampionati botëror. Kemi shkuar 2 herë në kampionatin evropian dhe normalisht pritshmëritë i kemi, sepse skuadra dhe futbollistët kanë arritur një pikuri të tillë që normalisht janë të gjitha mundësitë që me pak kujdes, duke vënë shpirtin gjithmonë në fushë, ne mendojmë që mund të shkojmë ose gjithmonë do ketë një jetë të parë që për të shkuar në një kampionat botëror, edhe pse formula e kampionatit botëror është e tillë që sigurisht është pak e rezervuar sepse 13 skuadra shkojnë nga kontinenti evropian. Megjithatë, unë do thoja ndeshja tashmë me Anglinë ka kaluar dhe normalisht ne përballja që kishim me Andorën ishte një përballje që, të them të drejtën, ka arritur një moment që është shumë e vështirë të luash me skuadra, sepse Shqipëria ka treguar që luan mirë me të fortat, por gjithmonë ka pasur problemet e saj, ka pasur një problematik kur luan me ekipe të vogla, edhe pse sot si qoftë për klube, qoftë dhe për ekipe kombëtare, është pak e vështirë dhe nuk mund të thuash që shiko, ka kombëtare të vogla, ka dhe kombëtare të mëdha. Sigurisht kombëtare të mëdha janë ato që janë dhe dihet, por kombëtare të vogla në thojza ose më mirë në letër të hapin dhe kanë një problematikë shumë të madhe. Po t'i referohem ndeshjes me Andorës, kjo bënte një ndeshje që kemi 7 përballje përveç ndeshjes që zhvilluam, kishim edhe 7 përballje të tjera me skuadrën e Andorës, kemi një barazim 2-2, kemi një humbje dhe kemi 5 fitore. Kjo e bënte këtë ndeshje që ekipi kombëtar duhet ta fitonte me patjetër këtë ndeshje, sepse ndoshta ne themi që shiko, mbase nuk e kemi luftën me ekipin e Anglisë, por unë të them të drejtën, unë i bashkohem dhe i përkas atyre njerëzve që normalisht unë për mendimin tim, për mua të çdo ndeshje ekipit kombëtar në grup është një ndeshje e cila duhet parë njëra mbas tjetrës dhe normalisht të tëra kanë kuotën si 3 pikët me Andorën, si 3 pikët me Serbinë, si pikët me Anglinë, janë pikë se në fund fare janë pikët ato që të çojnë në kampionat botëror, edhe përveç pikëve pastaj duhet parë dhe golovarazhi dhe për të shkuar pastaj edhe më tek ndeshjet direkte. Të them të drejtën, trajneri Silvino në ndeshjen me Andorën bëri ndryshime ashtu siç pritej, edhe pse ne ndoshta ndryshime priteshin edhe në Londër, por megjithatë ndeshja e Londrës tashmë ka kaluar dhe ndeshja me Andorën sigurisht për trajnerin Silvino kishte bërë disa ndryshime. Të them të drejtën, nga minuta e parë, edhe pse në Londër kishte një farë, domethënë për sa i përket aktivizimit të brojës, kishte një marrëveshje, do thoja unë, pasi dihet që sulmuesi ynë kryesor tregoi që është një sulmues që i duhet ekipit kombëtar, unë e them gjithmonë nëpër studio,
Armando Broja është një lojtar që mbas kapitenit, mbas një lideri siç kemi në mbrojtje Gjemshiti, që është një lojtar lider, unë do thoja që Armando Broja apo Aslani apo dhe qoftë lojtarë të tjerë janë lojtarë që i duhen ekipit tonë kombëtar. Dhe Silvinho kishte hedhur në fushë, e hodhi në fushë në minutën e parë, ndërkohë ajo që ra në sy ishte që ndryshe nga herët e tjera Broja luante si një lojtar më tepër ansor, pasi me qendër sulmuese luante Reimane që vjen nga kampionati turk. Edhe pse Silvinho i pati dhënë direktivat si duket sulmuesit tonë, ai u pa që luante një në krahun e majt, një në krahun e djathtë, për të treguar dhe një që është një lojtar që vërtet i shërben dhe me shpërthimet e tij, edhe pse unë të them të drejtën jam i mendimit që shiko, Armando Broja në këto momente duhet, ose të paktën në ndeshjen me Andorën, duhet shënonte një gol për të shtruar, për të kaluar atë momentin jo pozitiv që ka për shkak përket dërpimeve, sepse shkaktare kryesore gjithmonë për Brojën deri në këto momente që nuk është pjesë e ekipit kombëtar, ashtu siç nuk kishte edhe në Europianin, ku në eliminatorët e Europianit sigurisht ai nuk dha ndihmës për ekipin kombëtar, mbasi gati për një vit që ndroi larg fushave të blerta. Megjithatë, edhe pse nuk shënoi, ai me shpërthimet e tij, me asi si dha Manet, që tregoi që është një lojtar por ajo që ra në sy në ndeshjen me Andorën, do thoja unë, është shumë pozitive që kemi fituar dhe një lojtar tjetër, një produkt i kampionatit shqiptar, dhe kjo është vërtet për të përmendur. Vërtet ka 2 vite që është larguar nga kampionati shqiptar, por Julian Sheu është një futbollist që normalisht është rritur në kampionatin shqiptar, është produkt i ekipeve tona, është produkt i futbollit shqiptar, dhe të them të drejtën me performancën e tij pozitive me ekipin kombëtar në ndeshjen ku vërtet duhet të theksuar që pikërisht në ndeshjen e parë, pavarësisht se luante ndaj Andorës, por gjithatë unë do thoja ishte nga futbollistët që normalisht u kuotua dhe me notën më të lartë, për vetë faktin që ai tregoi si një lojtar që kishte një personalitet në fushë, dhe të them të drejtën më ka habitur, jo se ai nuk është lojtar i mirë, por të them të drejtën zakonisht emocionet në një ndeshje të parë, kur ti vesh për herë të parë uniformën e ekipit kombëtar, sigurisht ai minutat i ka me ekipin Shpresa, por normalisht me kombëtaren sigurisht ai luante për herë të parë. Tani kemi kaluar dhe këtë ndeshje dhe të them të drejtën pritshmëritë tashmë janë dhe gjithmonë ne duhet të shikojmë përpara. Zotë Kona, ishin këto lëvizje që trajneri Silvinho pra bëri me këto emrat në ekipin cilin e hodhi pra në fushë për lojën me Andorën, ishte thjesht Andora që i tha Silvinhos në një farë forme që duhet bënte këto ndryshima, apo vetë trajneri ishte i bindur që duhet i bënte, duke patur parasysh edhe faktin që në qershor kemi një tjetër kundërshtar? Shiko, kalendari e fillova me Anglinë jo rastisht, sepse kalendari fillonte me ndeshje të vështirë. Edhe pse kur jemi kualifikuar në 2016 ne kemi filluar eliminatorët e Europianit që vetëm 2016 për herë të parë filluam me Portugalinë dhe kemi bërë një fitore në Portugali. Tani e filluam me Anglinë. Dhe ta fillosh ndeshjen me Anglinë sigurisht duhet kesh parasysh një gjë që deri në momentin kur je 1-0 dhe ti duhet të pësosh 2-0, domethënë deri aty ne i kishim pritshmëritë, edhe trajneri Silvinho u shpreh që shiko, deri kur rezultati në Angli ishte 1-0, normalisht ne i kishim gjithë gjasat që edhe mund të shënonim, mund të barazonim, kjo gjithmonë si të pas trajneri Silvinho. Duhet të kemi parasysh një gjë, që Andora, e thash dhe në fillim, është një skuadër që normalisht kishte ardhur në stadiumin kombëtar në Tiranë, që në momentet e para të lojës ne e pam që 10 futbollistët e saj ishin pothuajse në një mur. Në qoftë se do të shikojmë, nuk e di, por asnjë nga tifozat apo nga gazetarët apo nga gjithë analistët nuk ka parë ndonjë sulm të Andorës. Domethënë gjatë 90 minutave nuk mendoj se Andora na rrezikoi ndonjëherë. Pavarësisht se ne i zgjidhëm ne problemet e kombëtarja jon, i zgjidhi të tërë, ose më mirë, e zgjidhi ndeshjen që në pjesën e parë. Ajo që mua nuk më pëlqeu ishte pjesa e dytë. Në pjesën e dytë, ekipi kombëtar duhet luftonte më tepër, sepse e përsëris, ne vinim mbas një humbje 2-0, kishim një golavarazh, 0 gola të shënuar, 2 gola të pësuar, dhe në fund fare, mbas pikëve, golavarazhi do ta bëj atë që mund të jemi ne në vend dytë apo mund të jetë Serbia. Se tash nuk mendoj që as nuk dua ta mendoj, më thënë, pavarësisht se futboll do luhet që ne të dalim para Anglisë. Po për të dalë para Serbisë, sigurisht që rezultatet janë ato dhe normalisht pjesa e dytë për ekipin ton kombëtar ishte një pjesë që vërtet duhet harruar. Jo se luajtëm keq. Unë po them nuk luajtëm keq, por ne duket sikur në pjesën e dytë ra i ritmi i pjesës parë. Nga që rezultati 2-0 krijoi një farë euforie ndërmjet ekipit ton kombëtar. Dhe sigurie ndoshta?
Po sigurisht, normal dashi, edhe ka të bëjë dhe me kundërshtarin, sepse edhe kundërshtari, domethënë në pjesën e parë, përveç se u mbrojt, edhe kundërshtari ka një gjë që këto janë ndeshje që në momentin që kundërshtari mbahet fort ose qëndron fort në mbrojtje deri në momentin që do të pësoj golin e parë. Sepse kur pëson golin e parë, sigurisht gjërat shkojnë pasaj më tepër, sepse ne shlirohemi ose më mirë, ekipi që kërkon fitore dhe që është favorit, sigurisht shlirohet, por anasjelltas në qoftë se ti, pse ne kërkonim, pse tani Silvinjo dhe të tërë ne kërkonin që shiko, kombëtarja jonë duhet ta zgjidhte çdo gjë në pjesën e parë. Sepse ne her pas here gjithmonë vuajmë kur ne e bëjmë ndeshjen në pjesën e parë, nëse pjesa e parë do të shkonte 0-0, atëherë gjërat do të ishin më ndryshe, sepse ekipi kundërshtar i cili mbrohet, miq mbrohet me shumë forca, por edhe merr zemër. Edhe ai sigurisht ka ardhur edhe ndeshja me Andorrën ishte e njëjta situatë siç ishim ne. Domethënë, favorite në Londër ishte Anglia dhe ne ishim një ekip në disfavor, ndërkohë në të njëjtën gjë ishte në Tiranë. Ne ishim një ekip prioritet dhe me një favorit shumë më të madh në letër, pasi siç dihet që Andorra është një kombëtar e vogël, mirë po është kombëtar e vogël në letër. Ndërkohë, zoti Kona, do vi edhe Serbia të luajë në Tiranë. A mund të themi të njëjtën gjë, pra që ne jemi favorit me një skuadër, apo është kjo betejë në fakt e Shqipërisë? Tashti ne favorit normalisht kur të jemi në Tiranë, kur të luajmë në Tiranë, sigurisht që ne duhet të jemi favorit. Nuk është puna se jemi favorit në letër, se në letër mund të jenë shanset e barabarta. Në qoftë se do të flasim me gjuhën e kuotimit të kompanive të bastave që kuotojnë, domethënë kuotimi i Anglisë ishte shumë i vogël, kuotimi i Shqipërisë ishte shumë i madh, barazimi ishte shumë i madh. Në qoftë se do të flasim me terma të e njëjta gjë ndodhte edhe kuotimi i Shqipërisë për sa i përket Andorrës. Por në momentin që do vi Serbia, tani ne nuk mund pretendojmë që jemi më lart se Serbia. Neve kemi shanset tona. Ne kemi pretendimet tona. Ne kemi pritshmëritë. Kombëtarja shqiptare do të shkojë në një kampionat botror. Po për të shkuar në një kampionat botror, normalisht që nuk mund të shkohet në qoftë se ti me dy nga ekipet që janë favorite, domethënë në qoftë se në letër Anglia dhe Serbia janë favorite para Shqipërisë, atëherë gjithë pritshmëritë e Shqipërisë ose më mirë të kombëtarës tonë janë që ti minimumi duhet të marrësh 2 rezultate pozitive me këto. Që do të thotë, një rezultat me Anglinë ne tashmë e kemi kaluar. Ne duhet që të paktën mos mundemi në Tiranë. Pritshmëritë ose a ka mundësi të fitojmë, por jo që të mundemi në Tiranë. Sepse na ikën një shans i dytë prapë, gjithmonë me Anglinë, ndërsa në ndeshjet me Serbinë, llogaria është fare e pastër. Ne me pritshmëritë me Serbinë duhet i kemi të fitojmë në Tiranë dhe të marrim barazim në një ndeshje që nga informacionet që kanë dalë tani nuk do të zhvillohet në Beograd, po do të zhvillohet në Novi Sad. Mirë, po puna e fushës pastaj është tjetër gjë. Ne po themi për ndeshjen e parë që kemi në Tiranë, ne duhet ta fitojmë atë ndeshje dhe ndërkohë që duhet shkojmë në Serbi për të marrë pikën. Sepse e vetmja mundësi është që ne vetëm kështu ne mund ta lëmë Serbinë. Pastaj edhe golevarazhi. Pse mendoj që në pjesën e dytë kemi gabuar, duke toleruar, nuk po them se kemi toleruar, por nuk kemi pasur atë shpirtin e garës që kemi pasur në pjesën e parë. Sepse edhe goli që u bën minutat e fundit të pjesës dytë, sigurisht ishte një gol spontan. Ishte një gol që në një moment rreshtimi pak a shumë jo shumë i mirë i mbrojtjes aty të Andorrës dhe normalisht sepse për mua ndeshja u mbyll që në pjesën e parë dhe duket sikur kombëtarja nuk desh të shënonte. Thash një herë, nuk them se nuk desh të shënonte, por duket sikur nuk desh të shënonte. Megjithatë, e rëndësishme është që u bë goli i tretë. Ne në këto momente golevarazhin ne jemi në kotën e 3 pikëve, ndërkohë që kundërshtari jon kryesor mbas Anglisë që është Serbia, akoma nuk i ka filluar këto eliminatore, është në kuotën e 0 pikë sepse nuk i ka filluar ndeshjet, por mos kujtoni ju sepse Serbia do të fali Andorrën. Domethënë për të luajë me Andorrën ka të bëjë shumë që ne kemi mundur Andorrën 3-0, Serbia mund ta mundi edhe 2-0 dhe 1-0, po mund ta mundi edhe 6-0. Se në fund fare, mbas pikëve golevarazhi është ai që do të bëjë diferencën mes vendit dytë apo vendit tretë. E qartë. Prandaj mendoj dhe e rëndësishme është që duke filluar që nga ne gazetarë, duke filluar nga të gjithë ata që ne që për shkak të profesionit që kemi, sigurisht që ndeshjen me Serbinë ne duhet ta marrim si një ndeshje futbolli. Ne duhet jemi shumë kujdesshëm sepse sigurisht që futbollistat e kombëtarës tonë, përpara se të jenë futbollista, ata në radhë parë janë njerëz.
Edhe sigurisht që ne këtë ndeshje duhet ta marrim me shumë sportivitet, ajo nuk është asgjë më tepër se sa një ndeshje futbolli. E qartë, zotë Kuna, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe ju.